Ky mision mindësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni. Shëndetje të trejnë Dani. Përshëndetje vëna. Si e? A e mirë? Faleminderit. Si jeni? Mirë që e nisim me komunën e Sarajt, edhe tregon ti si e, si shkon fushata. Mirë, shumë mirë. Më mirë se e kam pritur, beso. Fushata në Saraj më gëzon fakti kur ndëgjej komentet prej jashtë, që po bëhet shembull edhe në nivel republikan, një fushatë dinjitoze, pa akuza personale të ndërsjellta, po duke garuar me vizion dhe projekte konkrete për Saraj. Po, unë më ka pëlqejt edhe ajo para fushata kur u pash me një ngjarje, më duket se ishte varrim apo po ti çka kur ishi pash, edhe kjo tregon se do të jetë e qetë, korrekte, demokratike, edhe shpresoj që çoni deri në fund. Po, inshallah, ashtu shkos. Lerant, tash kryetar komune për ty është e punë e re, edhe si që di, punë e re duhet prezentohesh para një komisioni, që këtë rast janë votuesit komision, edhe trego kush është Bleranti për ata që nuk e di. Bleranti është një djalë i lindur në Kondov, në 92, prindi 2 vajzave, i martuar. Qofshin me jetë të gjatë. Faleminderit. Motivi pse edhe i kam një kësaj gare, beso, bashkë me bashkëmoshatarët e tyre. Kam mbaru studimet në energjetik, në fakultetin maqinerik në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodë. Pastaj edhe aty vazhdova masterin, por e ndryshova pak në elektro. Okej. Dhe tash jam duke doktoru në elektro. Temën e kam implementim të inteligjencës artificiale, por me bo parashikim të energjisë nga turbinat e erës. Më tonë energji rinovueshme dhe ajo. Po. Edhe pse jam kështu i rinë mosh, beso u bon më 14 vite ullumtim në fushën e shkencës. Jam mundu që çdo herë ta jap maksimumin për ta prezantu njerë familjen, vendin, atë që besoj edhe përfaqësoj. Okej. Këtë rast edhe aspektin kombëtar. Jo vetëm Maqedoni, po kudo që kam shku. Besoj e keni vrejt, falë Zotit kam pas suksese në nivel internacional. Okej. Sa i përket garave shkencore dhe projekteve. Kam punuar në projekte NATO-s 4 vite, ku kemi detektu dronat vegjël, duke përdor inteligjencën artificiale, në bashkëpunim me qendrën për radar në Itali. Kam marrë pjesë në garat e NASA-s bashkë me një ekip nga Shkupi, kemi marrë çmimin e dytë në botë nga publiku. Kam punuar në projektim, konkretisht kam licencë për të projektu sisteme fotovoltaike, edhe kam projektu kapacitetet mëdha me megawatt. Fusha e projekteve dhe projektimeve është ana më e fortë e imja, edhe këtë pjesë dua të vinë në Saraj. Pasi që unë besoj se vetëm me projekte konkrete mund të ndjeken thirrjet nga institucionet rëndësishme, ambasadat, fondet e BE-s e kështu me radhë, që të thithen fonde nga jashtë, pasi që me mjetet vetanake të komunave është e pamundur të realizojmë transformimin që e kemi në plan të bëjmë në Saraj. Normalisht se kjo nuk bëhet vetë, Bleran, kështu që ti duhet ekip. Edhe vim të e tema që duhet flasësh për ekipën, në kush do të përfaqësoj ekipën, këtë do të përfaqësosh ti si ekip dhe kush do të përfaqësoj ty në katët e vitet e ardhshme nëse zgjidhesh, normalisht se qytetarët përsëri vendosin. Tregom, a ke mendu ekipën kush do të jetë pjesëmarrës, do të jetë prej jashtë, a do të jetë dikush prej brenda, edhe kjo shumë e rëndësishme që duhet ta sekim është ata që janë brenda duhet jenë sigurt se ti nuk i prek në vendin e punës. Patjetër, Venar, unë jetoj mbas një principit se kur bëhet fjalë për bojën e bukës dhe vendin e punës, atë nuk duhet ketë nxjerrime politike, pa marrë parasysh ç'është, më intereson profesionalizmi. I kam njoftu pjesën më të madhe brenda punonjësve që janë në komunë, të sektoreve të ndryshme, pasi që aty jetojmë, gravitojmë, dhe ka kapacitete aty,
do të mundohemi të angazhojmë edhe 3 profesionistë, si që në komunën e Sarajt kemi mbi 30 inxhinierë të kuadrove deficitare, jo vetëm jashtë. Dhe vizioni imi për ta transformuar Sarajin është duke formuar një ekip e cila do të projekton bashkë me shtëpi projektuese nga vendi apo jashtë, në varet si do e bëjmë planin apo strategjinë, dhe një ekip e cila do të mirret me ndjekjen e thirrjeve nga fondet e EVS, ambasadat dhe institucione, bashkëpunimi ndërmjet komunave, jashtë kufive e kështu me radhë. Me mjetet e komunës, bashkë me projekte të cilat duam t'i realizojmë duke kërkuar ndihmën e thirrjeve të ndryshme, ne besojmë se mund ta ngrejmë Sarajin në nivelin që e meriton. Unë dua të bëj një mix të këtyre profesioneve, të këtyre 2 strategjive që ta nxjerrim maksimumin e mundshëm për vendin tonë. Për ta nxjerrë maksimumin e mundshëm, domethënë normalisht se mandati zgjat 4 vjet, po tregon 3 muajt e parë, 3 muajt e mjaltit në politikë, si që thonë se askush nuk ngusën 100 ditëshin e parë, tregon sa çka do të ndodh, si do të duket komuna 100 ditëshin e parë. A do të bësh revizion apo secili kryetari i komunës që vin këtu në emision thot kandidati në fakt që thotë se do të bëjmë revizion për ta pa gjendjen e komunës. Në qartë, 100 ditëshin e parë ne kemi dalë me disa premtime, është target që të eliminojmë gjitha deponit në komunën e Sarajt, apo për 100 ditë 0 deponi. Në 100 ditëshin e parë ne do të projektojmë. Në 4 vjet që në ardhshëm, brenda atyre 100 normal, ditëve do të realizojmë. Po 100 ditëshin e parë unë dua ti bashkë me ekipën ti vendojmë linjat e trasha se si do ta zhvillojmë kohën. Duke i definuar rolet saktësisht për sektorët brenda komunës që gjendet. Unë jam shumë i tharë i transparencës edhe digitalizimit, pasi që besoj që nëpërmjet implementimit të digitalizimit rritet transparenca. Për këtë arsye, ne jo në 100 ditëshin e parë, po tash në fushat do ta prezantojmë aplikacionin Komuna ime, bashkë me kolegë programer, pasi që programimin e kam pas hobi edhe e kam. Gati se 2 muaj po punojmë në realizimin e një platforme, aplikacioni, që quhet Komuna ime, ku qytetarët 24/7 të komunës Sarajt mund të raportojnë për shqetësime, ndonjë rrezik, propozime prej vendit ngjarjes, duke i dërguar gjitha dhënat dhe do të formojmë një ekip prej 2-3 personash që do t'i përpunojnë kërkesat, dhe pastaj do t'ju japin kakje për sektore të ndryshme. Prezantimi i këtij aplikacionit, pastaj edhe i platformës Open Saraj, janë 2 argumente se ne duam të rrisim transparencën në komunë. Çdo kontratë, çdo tenderim, çdo marrëveshje, unë dua që të jetë online. Qytetari i Sarajt është kontribues dhe taksapagues i këtij shteti, ai jeton dhe vepron në Saraj dhe duhet të di ku shkon edhe 1 denar i Saraj. Për ndryshe, unë nuk do të isha interesuar të hiq kësaj garës, ta them me besimin më të madh që e kam, pasi që besoj se transparenca e rrit edhe besimin e qytetarëve të komunës. Në moment kur qytetarët e Sarajt e fitojnë besimin e plot të komuna, ato nesër do të jenë kontribuesit më të mëdhenj ndaj komunës. Pasi që ne pagesën e detyrimeve ndaj komunës. Ajo një, po ne kemi edhe shembuj konkret në komunën e Sarajt, ku në disa vende kanë funksionuar bashkitë lokale dhe qytetarët atje me vetë iniciativë kanë realizuar projekte të rëndësishme për fshatrat e tyre. Kështu që njëri segment të cilën ne duam ta aktualizojmë, po edhe favorizojmë, është aspekti i formimit të bashkive lokale dhe përkrahjes tyre nga komuna. Ne kemi shumë mërgjimtarë venar, në start në 100 ditëshin e parë do të hapim edhe zyrën për diasporë, që ta asistojmë diasporën për nevojat që i kanë në komunë, po edhe në institucione jashtë komunës, se ato janë vëllezërit tanë që jetojnë atje, por edhe të kërkojmë prej atyre përkrahje për projekte të cilat
nuk do të mund t'i realizojmë me buxheteve tonake, po edhe nga thirrjet jashtë. Çka i vjen kja sistemi edhe ja paguni rrimën a ajo shërbim është realisht. Ajo është një shërbim, po tash fatmirësisht shërbimet janë digjitale, i pagojnë prej atje. Nga sistemi në aspektit procedural. Në qoftë se ndonjë prej atyre është interesuar të investojë atje, në qoftë se ka ndonjë problematik që s'un vjen këtu, o duhet një asistencë nga ndonjë person, e rëndësishme është që ata ta kenë një kontakt që do t'i asistoj në aspekt administrativ. Okej. Kjo është ideja pse duam të parafrohemi me mërgjimtarët, nga fakti se vizioni jonë është që të paktën në 4 vjeçarin e ardhshëm ne të arrijmë prej 20 deri në 40 familje të vinë në ndërvend që jetojnë me Të dekada ktheheni për jashtë vendit, po. domethënë për gjithë kohën apo? Po, të kthehen të investojnë në vendin e tyre. Okej. Ne kemi familjarë gjithë, unë kam shumë familjarë jashtë dhe shpesh e kam diskutuar se ato nuk e kanë haruar vendinjen e tyre, bile pjesën më të madhe të vitit ndjehen më të lumtur kur vinë këtu. Po, atjet. Por janë disa faktorë të cilët e bëjnë që ato të largohen prej vendit dhe të jetojnë atje. Kështu që edhe kjo është një sukses në aspekt komunal, po edhe kombëtar. Me bo çket prej Zhëlinës vitet ta jap dorën, në mbas 4 vjetëve. Shpresoj edhe pse është e shumë. Do me thonë se kjo po shpresoj se do të ndodhë, që 30 familje më shumë, janë 30 fëmijë më shumë, janë 30 rroga më shumë, më thonë minimumi. Të arsimi është një pikë shumë e ndjeshme në të gjithë komunat, që kryetarët e komunave keq përdorin edhe i shpërblejnë aktivistët e tyre me vendosje të drejtorëve apo sekretarëve shtetëror, që ti a do t'i emrosh njerëzit profesionistë që duhen nëpër shkolla, a do t'i emrosh ato që të vinë nëpër tubime, se çështu ndodh realisht edhe dikush duhet që ta kthejë këtë reverse. Pronar, arsimi është pika më e dobët e imja. Se prindin e kam në arsim gati 35 vite. Unë vetë jam i tharë i arsimit, tregova në fillim pjesën akademike timën, gati 9 vite jam ligjërues në universitet. Arsimi është themeli apo rrënjët e një kombi. Me kompetencat të cilat i takojnë komunës, ne do të bëjmë çmos që të arrisim cilësinë në arsim. Jo vetëm infrastrukturën e objekteve arsimore, konkretisht shkollave. Ta ndajmë në 2 pjesë. Te aspekti infrastrukturave, ne veç se më në start do të fillojmë me ndërtimin e kulmeve të shkollave me panele sollare për 3 shkolla. Për gjatë 2 vjetëve ne do të synojmë gjitha shkollat i bëjmë me panele solare. Kjo nga fakti që 2 vjet 3 shkolla. Kjo projektim. në start do të fillojnë 3 shkolla. 3 shkolla, pas Aplikimi është gati, do të thonë informacione që i kanë brenda komunës, po në start duhet të ndjeken edhe disa procedura që të fitohen ato si grante. Për 2 vjet gjitha shkollat. Për 2 vjet e parë gjitha shkollat. Gjitha kulmet të shkollave të bëhen me panele fotovoltaike. Ajo është edhe një sistem, do të jetë edhe një sistem edukues ndaj atyre të rive, prindve, se tal ne po shkojmë në botën ku duhet të mendojmë edhe për aspektin e kursimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së ambientit, Energjinë e ripërtritshme edhe kjo. Infrastrukturë shkollore, e kam fjalën edhe për aspektin e pajisjeve, smart tabela, pak njohurit për të rit, për inteligjencën artificiale, por në veçanti vendisimin e shkollarëve, konkretisht filloristëve, për rreziqet online. Patjetër. Unë i besoj faktit Reduktim mendial. ne faktikisht kemi patur raste edhe këtu te ne, bullizimi, po. Dhe shkaku i bullizimit ndonjëherë përfundon edhe tragjikisht jeta e një njeriu, që është tragjedi e madhe. Unë i besoj faktit vënar se nëse ne bëmi shkak të shpëtojmë një jetë njeriu, ne do t'i kemi se dhapet sikur e kemi shpëtuar gjithë njerëzimin. Edhe votat. Ashtë. Në këtë rast, unë mendoj se
ky është një segment ku ne duhet të investojmë. Pajto, Rritja e bletësi. vëdësimit Po. për të mbrojtur nga rreziqet online. Okej. Pajisja e trive, e filloristëve, se si ata ti përdorin mjetet e reja në teknologji, konkretisht në digitalizim, për tu pajis me aftësi të cilat nesër t'i duhen në tregun e punës. Kjo sa i përket aspektit të infrastrukturës dhe mjeteve, por edhe në rritjen e cilësisë së arsimit. Unë mendoj se ne duhet t'i motivojmë mësimdhënësit, dhe ne duhet të krijojmë një trekëndsh bashkëpunimi ndërmjet komunë, arsimtar, prind nxënës, domethënë prind nxënës me një sferë po i fus. Prindët duhet t'i aktivizojmë më shumë sa i përket kyçjes tyre në aktivitetet e fëmijëve. Tani do të bëjmë një strategji se si ata mund të futen një arsim interaktiv, ku edhe ato do të jenë pjesëmarrës. Konkretisht mund zgjedhin disa aktivitete sportive dhe nëpërmjet asaj ne t'i japim informacion konkretisht arsimtarët se si është gjendja, se një farë forme ne duhet të gjejmë një metodologji se si ta bëjmë prindin të vijë në shkollë dhe të interesohet për fëmijën e vet. Pasi që kam biseduar edhe me arsimtar, po zbehet dhe po ulet interesimi i prindit për të ardhur në mbledhje dhe për të pa gjendjen e fëmijës se si është mbarvajtja e tij arsimor. E po kuptueshme për anës time, po ndodh kjo sikund. Fatkeqësisht, ndoshta luan rol aspekti i modernizimit, rritja e luksit dhe tani çdo kush vrapon për të arritur diçka në aspekt material, por ajo e ka kostën e vet kohore që nesër të ndikon edhe te familja dhe te fëmijëra kështu me radhë. Arsimin e kaluam, domethënë para Për arsim kemi shumë klasin, tash është pika e dobët e imja. Do t'i shfrytëzojmë gjitha kapacitetet që të punojmë në veçanti në rritjen e cilësisë së arsimit. përveç shumë të flasim, inshallah keni shumë për të bërë. Se nga e thëna në të bërë ka një mal të tërë. Kështu që Si është Venar, unë shpesh kur pasi që kjo është një bisedë më jo e lirë, po. unë shpesh që them shokëve, qëllimin në jetën e din veç ti edhe Zoti, Okej. po koha është një faktor që ajo do të jetë tregues ndaj njerëzve. Kështu që këtë në jetë t'ja lëm kohës që ta dëshmoj para njerëz. Njeti tashmë është edhe inqizum, kështu që e din edhe qytetarët. Kështu që shpresoj se do të ndodhi. Tregon Blerand për çerdhet. Shkurt, sa çerdhe planifikon brenda 4 viteve edhe si do të ndahen ato në përfshatra. Çerdhet janë një problematike qytetarëve të Sarajit. Kohëve të fundit të dy prindët, edhe baba edhe nona janë të angazhuar në punë. Po. Edhe kjo është një faktor që ata janë të detyrimisht edhe për skaj aspektit të socializimit që t'i dërgojnë fëmijët e vegjël në çerdhe. Dhe kjo e rrit nevojën për të pasur çerdhe të reja edhe në komunën e Sarajit. Janë 2 projekte të iniciuara, njëra në veçanti e cila duhet të kaloj, pasi që puna e çerdheve nuk është ekskluzive është me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Tër kompetencat komunale, por për momentin më urgjente është ndërtimi i një çerdhe ndërmjet hapësirës Skellare dhe Raçe për ta plotësuar atë nevojën atje, dhe një çerdhe për pjesën prej Mbukoviç deri në Bojan, pasi që në Saraj dhe në Kondov kemi çerdhe. Duhet mendohet aspekti i rritjes së kapacitetit në veçanti të çerdhes në Kondov. Në Saraj, çerdhja është në renovim në sipër për të rritur edhe një kapacitet edhe për të rinovuar normal, por duhet të mendohet edhe pjesa e rritjes kapaciteteve në Kondov. Ideja jonë është që për 4 vite të mundsojmë që çdo familje e cila do të vendosë të dërgojë fëmijën në çerdhe, ta ketë derën e hapur dhe mundësinë për ta regjistruar fëmijën në çerdhe. Jo vetëm për ndërtu 2, 3 apo çerdhe, do të thonë për çdo familje në komunën e Sarajit. Shpresoj se edhe këto do bëhen. Tregon furnizimi me ujë edhe kanalizimi a do të jetë për 4 vite mo çështje e mbyllur, se është pak lodhje për njerëzit edhe ofendim mbi gjitha që flasim 2025 për ujë dhe kanalizim.
a ti këndej flet për inteligjencën artificiale? Pajtohem me nare di, por nuk do të thotë që nuk duhet ta trajtojmë këtë temë. Ne kemi dalur me premtim që për 2 vite nevojat primare të qytetarëve të Sarajit plotësohen dhe këtë kemi me gjithë mend nga ky fakt që e thave po tani. Unë besoj jo që kam diçka kundër, por nuk dua që fushatën time ta jap kohë që ne kemi problem në atë aspekt me nevojat primare. Po. Apo çështja e ujit dhe kanalizimit është kryesore. Pjesa e ujit është në veçanti problematike gjatë periudhave të verës. Po kur shtohet numër shtohet, po vatës, edhe kjo ndikon edhe diellin në zërësi. Është normal, do të thënë rritet sumi i ujit. Por në këtë rast, për atë që e përmenda, për 2 vjet ne planifikojmë që nevojat primare, çka hyn atje, kanalizim, ujë pishëm edhe rrugë. Okej. 2 vjet targete kemi planar që këto të realizojmë. Po paralelisht ne punojmë në ngritjen e nivelit komunës Sarajt. Pse e them këtë? Pasi që komuna në cilën kam lindë dhe jetoj, i plotëson gjitha parakushtet për të qenë një komunë urbane. Okej. Nuk i mungon asgjë në aspekt pozicioni gjeografik, kushteve, kapaciteteve njerëzore, Sarajit që t'jetë më poshtë se Gjorsha apo Karposhi apo aerodromi. Ideja jonë është që ne të garojmë me këta komuna sa i përket kushteve dhe mundësive. Në linjë ajrore ne jemi njëjtë sikur se aerodromi me qendrën, Saraj me qendrën lart poshtë të distancuara. Kushtet i kemi të njëjta, rini kemi shumë më shumë rini të shëndosh edhe potencial që nesër ata të marrin përsipër përgjegjësi. Kështu që ne gjitha aftësitë, kapacitetet do t'i kanalizojmë këtë drejtim. Për 2 vjet ta mbyllim nevojat primare për komunën e Sarajit, por paralelisht punojmë në ngritjen e cilësisë në gjitha fushat. Ju në krahasim me këto komuna tjera që i përmende, ju keni një potencial mahnitës. E keni Mashkën edhe e keni lënë full me mbeturina. Do thonë, Liçenin Treska, parkun e Sarajit. po, edhe kjo hyn te turizmi malor, shkaku se ne nuk kemi deti si shtet, po kemi malet e mahnitshme, edhe nuk dim të shfrytëzojmë për turizëm malor, që mund sjell edhe turist prej jashtë. Se jo, tash me shku në mat ka njerëz atje të jashtëm, të brendshëm, po se po ato e shohin një pamje të gërditshme, të them, me mbeturina gjithandej. Vetë kam pa para 2 javë dhe kjo nuk më pëlqej. Tregom cili është plani jot për turizmin malor edhe çka do shohim mbas 2 vjetëve, mbas 4 vjet. Një nga pikat e platformës sonë është Saraj qendër e turizmit. Jo në nivel rural, po në nivel republikan edhe major. Pse se kemi mundësit. Nuk është vetëm matka, është edhe liçeni Treska, parku i Sarajit. Parku i Sarajit i plotëson gjitha kushtet që atje të kemi terrene multifunksionale. Bile beso të organizohen edhe gara, në atletik, në volejboll, futboll e kështu me radhë. Është vendi më i bukur i Sarajit. Që organizohet nga Maqedonia veç për 1 maj. Po tash ne shfrytëzojmë. Po. Dalim për rekreacion, vrapojmë, kemi afër, por mund të mundsohen kushte që të vinë njerëzit nga gjithandej. Të organizohen gara dhe çdo sjellje e njerëzve në komunën tonë është dobi për neve dhe për bizneset e komunës Sarajit, nëse e mendojmë në aspekt ekonomik. E dyta, revitalizimi i liçenit Treska. Liçeni Treska është perla e qytetit dhe e vendit. Është vendi më i bukur në periferitë të Shkupit. Që tash duket si një grop e madhe. Realisht po, por nuk do të duket. Beso, ajo është një nga top prioritetet tona. Aty kemi ngecje të procedurave administrative. Plani urbanistik ka kaluar, kompetencat kanë kaluar në Agjencionin e Turizmit, e cila më parë ishte në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, por pastaj kur u formua qeveria e re, ato kompetenca rënë në Ministrinë e Kulturës dhe pati në ngatresë atje. Është caktuar komision prej 7 anëtarëve, një prej atyre është prej komunës, por nuk është thirrë mbledhja asnjëherë. Unë inshallah si e kulturës, çka ka të bëjë me këtë
Agencioni i turizmit është në Okej. kuadër të saj, Okej. që duhet thirrë mbledhje për të filluar iniciimin e planit urbanistik. Unë si menaxher i jashtëm, në start do të kërkoj një afat 3 deri në 6 muaj. Nëse nuk fillon procedura për të realizuar planin urbanistik, atëherë do të kërkoj kthimin e kompetenca. Pasi që është shumë e rëndësishme të fillohet atje. Njerëzit duan të shohin minimumi është rikthimi i pamjes që ka qenë më herët. Nëmë kupton e pastrimin e korritës, rekonstruimin e pjesës përreth liçenit, edhe mbushjen me ujë të pastër të liçenit Reskë. Por vendi përreth është një mundësi e artë për të investuar investitorët e brendshëm dhe të jashtëm, sa i përket çështjes së hotelerisë, investimet të ndryshme, ku ajo do të kthehet në një qendër e turizmit për vendin, edhe për në Saraj, por edhe më gjarë. E treta, e përmendet edhe liçenin Matka. Matka gjithashtu është një bukuri e veçantë, e njohur në nivel botror, jo vetëm republikan. Atje ne kemi parapa, më thonë, asfaltimin e rrugës kryesore deri në Matkë, ndërtimin e një parkingo, pasi që kemi mungesë Sallaj problem është në veçantisht tuneve të dieleve kur vinë shumë vizitorë. Por atje kemi menduar edhe hapjen e shtigjeve të reja, ku do të mundsohen pamje të reja panoramike, pasi që pamjet janë të mrekullueshme, sigurisht e keni pa. Nëse shkoni për hiking, ne e kemi si plan atje të punojmë edhe në çështjen e planifikimit të disa investimeve në prezentimin e kuzhinave tradicionale. në Matkë, po, të tregojmë se cilat janë specialitetet tradicionale të Sarajit, po dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Aty mund të realizohen investime nga investitorët lokal, por njëkohësisht ta ketë edhe aspektin e promovimit të kulturës, traditës sonë si shqiptar. Thonë, përveç këtyre treve, unë jam interesuar në fillim në të punojmë në zhvillimin e një strategjie 2025-2029 turizmit, po, dhe të shohim pikat se ku duhet të startojmë fillimisht. Tash turizmin ne duhet ta shndrrojmë një potencial për të përfituar ne si komunë, që nëpërmjet atyre të ardhurave ne të realizojmë projekte të tjera në fusha të ndryshme. Shumë mirë. Për fund, domethënë ne kemi një përgjegjësi të përbashkët, unë si gazetar dhe ju si kandidat për kryetar komune, po dhe si politikan i ri, për t'i mësuar njerëzit se si të vëzisim bashkërisht më mirë, dhe ma tregoni gabim që e ke bo, që je dënu edhe ke mësu prej asaj se nuk e përsërit mo. Kjo është misioni i emisionit për shkak se bëhet emisionin vetur. Realisht nuk besoj që kam ndonjë dënim kur kam vozitur. Mendoj, po, tash më kujtohet. Njëherë kisha harru ta vendoj ripën e sigurimit, por nuk sa fillova të startoj, qëlloj një policanësh edhe më ndali, edhe mbaj mend që ai ka qenë dënimi vetëm që kam pagu. Kështu jam person që mundohem të ndjek rregullat. Disiplina është shumë e rëndësishme për të pasur sukses në jetë. Dhe vetëm me disiplinë, me punë, por edhe me nijet të mirë, gjërat që mendojmë se janë të pamundura, besoj që bëhen të mundura. Shumë gjëra ka premtu 2 vitet e para, me 2027 unë do vi do t'i kontrolloj qeshmat, t'i kontrolloj kanalizimet, t'i kontrolloj rrugat, parkun e Sarajit edhe Matkën normalisht me familjen, kështu që shpresoj se do t'i përmbushësh krejt, edhe unë do t'jem i lumtur atëherë se kam qenë një kanal i asaj që ti e ke tregu edhe pastaj e ke realizu. Inshallah, Venar. E mira është se kjo emision inqizohet. Edhe një gjë ta përmendi, unë dua që komunën, qytetarët, komunën e Sarajit ta shohin si shtëpi të tyre. Njerë javë do t'i ndajmë 2 orë për të taku qytetarët, por përsëri do ta përmend.
rritja e transparencës dhe hapja e komunës është vetë një afrim me qytetarët, Po, që ato të ndinë sikurse shtëpinë e vet. Për atë të them, gjërat incizohen, 2 vite janë edhe s'janë shumë. Ne do të shihemi përsëri. Unë uroj që kjo fushat të shkoj qetë, le të fitoj më i miri, po, patjetër. pasi që është momenti ku ne duhet të tregojmë si komb, po edhe si shtet se kultura dhe niveli i vetdijes është rritur në veçanti në shoqërinë shqiptare. Të dëshiroj sukses, të dëshiroj, domethënë, përmbajtje, maturi, njëjtë do t'ja shpreh edhe kundër kandidatit tuaj, pasi ju të dy jeni pastyra e qytetarëve tuaj kur do ta merrni pushtetin, por gjithashtu edhe kur do t'jeni në garë deri me 19-qin. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Donald. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni.